përfaqësuese Mira ka kohë kapësira më pas Endrit Krasiqi, lojtar që pasim shumë i mirë vjen krasimi në elitën e futbollit tonë, sigurisht që përvoja e tij është bjell, ndërsa Dukagjini një humbje e një barazim në dy përballje të fundit, edhe njerë Fetaj, tjetër krosim i tij me Vlansekës. Bukur reagon Ilir Syla. Kombinimet të vjen kjo goditje nga me Vlanzeka. Brent në lojë. Minuta 60. Kuran Berishës. Basri. E tani nuk është larguar mirë. Kjo është dalje mirë. Pozicia tani për skuadrën veta se vjen goditja. Pritje e madhe. Për Ferizajin, për këtu ishte dëpërtimi që krijoi shansin në kohën e dur. Vjen Alin Çabani Metrëshit quan në mesin e portës. E aty arrin ta pres topin portieri Margongo. Barazimi për momentin zhytet në vendin e 9 në tabelë. E Gjilani zhytet në vendin e 9 në tabelë. Lojë. Rësimi ka Benjamin Beni. Ndërhyn portieri është devijuar. Rësimi rrezikshëm. Lopin Broka Rësimi i Baftiut, deli sigur, offside, faton e ziri në portën e zbrazët. Gjuajti duke realizuar dalje jo mire sul. Kemi Smajlit, Margono, kthehet nga Jashanica, Tolaj, pjesën e drejtohet zonës, pasimi në qendër, Sandej Adetunxhi. Rasti në krahun tjetër. Goditja ka pritur lë hapësira skuadra Dukagjinit në mbrojtje. Walid Hamidi, goditja është pritur nga Margono. Margono kësaj radhe është më reaktiv. La portën e tij. Bardhok. Syla për të portieri Margono. Topi tek me Vlanzeka. Kimi i Margono jo i sigurt. Ka bërë pasimin e tij. Shpoton skuadra e Dukagjinit. Margono në Dukagjin dhe nga goditjet e kundërshtosimit nga Hoxha. Margono ka topin në duar Margono. Susuri. Margono. Bukur lëvizja e tij Susuri me këtë goditje drejt Bardoku. Topi para drejt me Vlanzekës, ka dalë Margono. Ka faul. Një arkim tani drejt Altin Mërlakut, intervenon Hysen Memolla. Ish lojtari Ignatias së fundmi Memolla, lojtar me emër në kampionatin e Shqipërisë. Mjaft mirë i bën ball i tij. Tani për skuadrën e Dukagjinit, mashtruese e Bashës, mund t'ja bën arkim. Pasimi ulët në zonë, goditja drejt portës, Margono, super ndërhyrje. Shkakton ndërhyrje Palia për arkim, devijohet topi direkt nga loja. Goditjes nga loja. Simioli të faqit Mençur. Një goditje drejt portës. Çfarë rasti? Reziston. Një goditje shaqat e faqi, arkimi në qendër. Kush po kthehet në zonë shumë mirë për faqin. Tani kjo mund të jetë rrezikshme faqi, pret Margono. Taipi nga distanca. Faqi, arkimi i faqit, goditja me kokë marrë. Që edhe pati edhe lojë me dorë në momentin e pranimit të topit nga prapa Shtica, po primare është pozita e tij jashtë lojës. Pasur edhe ndërhyrje nga Basriu.
Kryezi me këtë kujtri ka lirit e kontër pasaj gjithë Margono, rrezikon pak, është i sigurt në veprim shtuar për reparti defanziv. Skuadra Dugagjini që ka pasur probleme, mirë po problemet i ka pasur më shumë në fazën e sulmit se në atë mbrojtjes së sulmit. Nuk ka shënuar shumë gola gjatë edicionit. Ato 27 gola në tikë në takime. Sulmi i dytë prej topit të vit, pas atë të Sirius Margono. Nuk arrin ta kthej për Kiqinën. Do të ketë shumë kujdes mbrojtja e Dugagjinit sepse 0-1 rezultati në Sport 4 Fiorentina Empoli 2-1. E rasti tani për golin e tretë të Dugagjinit është shansi për të sulmuar dhe për ta gjetur golin e tretë Dugagjini. Këtu faton Neziri, lëshon hapin. Neziri, bukur driblimi Neziri në Dugagjini. Gjamajli këthen topin mbrapa për Margonon. Shumë i qetë këtu portieri Amerikan. Pasimi të Erlis Gjamajli. Plana, bukur mbrapa atje për Pevçelin. Pevçeli. Është edhe lodhja ndikoj këtu. Bje koncentrimi kuptohet. Çfarë mundësi e lëshon sulmuesi. Vastri. Rrezikon pak sa Margono nis dojnë shpejt. Pit e Prishtinës. Andaset do të çojë presion atje Elias Zulfiu, ish lojtari i Dugagjinit. Topi prapa tek Cyrus, kombinon me partnerin e tij në qendër të mbrojtjes Eldon Basriun. Margono në krah, pasimi aty ku është Ilir Syla. Cyrus Margono. Po, rezultatin të rëndësori ka lapi. Një me një analizuar figurat të shpejt në qas. 30. Do të ketë aq pak tifoz në këtë përballje që jemi duke bërë. Ja, trepikësh i vlefshëm sigurisht për skuadrën e Dugagjinit. Vetëm zonën e barazhit dhe kush bie direkt në gjurën e fundit, nëse natyrisht Suare kapitan parë është herët, duhet presim që të përfundojnë 90 minutat dhe besoj. Fiu, topi shumë i fortë. Margono. Nuk është dërzi Margono, por e largon do. Pasimi brava. Margono me gjatësi. Edhe pozita e drejtë dalja në Evropë, madje Malisheva po barazon deri më tani 0-0. Fazën e sulmit në pjesën e dytë tek Saferizaj ka mundur të shënë edhe golat e tjerë. Dy super mundësi i pati në minutë.